Duhet të presë edhe disa orë ish deputeti socialist Jurgjes Qyrbia që të lirohet nga burgu, ku po vuan një dënim prej 2 vite heqje e lirie për korrupsion në zgjedhje, tregim të sekretit shtetëror dhe për krahje të autorit të krimit. Sipas llogarive të avokatit, ai duhet të lirohej këtë të premte, por gjykata e apelit posaçëm konstatoi se ish ligjvënësi nuk e ka shlyer ende dënimin e plot dhe rrëzoi kërkesën. Sipas përllogëritjes gjykatës, Jurgjes Qyrbia duhet të qëndrojë në burgun e Durrësit edhe të premten dhe të nesërmen mund të dalë. Gjyqtarët e apelit posaçëm, Daniela Shirka, Florian Kalaja dhe Tereza Merkaj, rrëzuan me këtë argument kërkesën e Qyrbias për lirim nga burgu gati 3 muaj pasi ai u dënua nga shkalla e parë. Qyrbia u dënua në 3 nëntor të 2025 me 3 vjet burg për tregim të sekretit shtetëror dhe për krahje të autorit të krimit, por me gjykim të shkurtuar, vuajti 2 vite. Sipas hetimit të SPAK, në këmbim të votave dhe mbështetjes, Qyrbia ka përdorur funksionin e tij si deputet për të siguruar të dhëna sekrete nga policia, të cilat u avinte në dispozicion antarëve të grupeve kriminale. Të dhënat për lidhjet u zbuluan nga zbërthimi i komunikimeve të koduara në Sky ICC dhe aplikacione të tjera të inkriptuara. Në të njëjtën dosje, gjykata vendosi gjithashtu dënimin Altin Hajrit, një personazh i dyshuar për krim të organizuar me 3 vjet burg, ndërsa për të pandehurin tjetër, Ahmed Masha, u caktua një dënim prej 2.6 vitesh burg. Jurgjes Qyrbia ka qenë deputet i kuvendit për 2 legjislatura dhe dha dorëheqjen nga mandati në tetor të 2024-s, në kohën kur hetimet e SPAK-ut kishin hyrë në fazën përfundimtare, ndërsa pjesë më të madhe të dënimit e shlehun para burgim.